Në ditën e dytë të aksionit për lirimin e hapësira publike në lagjin të Herojt, banorët kanë mbështetur ndërhyrjen e Bashkisë Shkodër, duke e cilësuar si një veprim të domosdoshëm për komunitetin. Ata shprehin se për vite me radhë ishin përballur me zaptimin e çdo hapësire të lirë, çka u kishte bërë të vështirë jetën e përditshme dhe kishte privuar nga ambiente të përbashkëta. Na kanë dhënë frymën. Shqip. Po djali e me kanë një aty, i them hajdini edhe hiqi. Na kanë dhënë komplet na s'kena kalosëm as me makina. Nuk kena kalosëm. Ja losit mallim zot. Ishe dosh me e ba me kohë. I lëlisht, gjeri të avarin, për një kafe pensionisti. Një ka nevoj me shku në përkluke. E pan vetë një të e pin. Duket ma mirë një shtu se si ka kërë. Dhe tu në balkoni se këta toka, këta kofte janë krejt kanë këtë. Kanë bloku ajrin e kanë bloku venin. Me ndërgjegje, duhet hapësira publike. Ku me parkuar, ku me lëvizje, fëmija, lulishte, qëtësia, të rreziqet si kanë para me nuhis që as ambulancën, as gjarfiksin, po blokove diçka dhjetë si do pasojët mrapa. Me të thamë drejten, krejtori i bashkisë shumë mirat e bon sa ati hap të hapësira. Të janë bon si me kenë në Kabul. Shumë mirat e bon me hap lulishtet, trejnë, s'ke ka me kalu me makina, me gjana, me këte. Jam kenë në Greqi, jam kenë në Itali e gjithkum, nuk kesu shtu su kur është bon të në Shqipëri, s'ke kërkun. Aksioni për lirimin e hapësira publike që po zhvillohet çdo ditë në zonën ndryshme të qytetit, po merr mbështetjen e qytetarëve.